Analisti i njohur politik Nexhmedin Spahiu ka deklaruar se lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, i ka gjasat më të mëdha për të zgjedhur presidenti i Kosovës në të ardhmen, duke shtuar se kryeministri Albin Kurtit nuk i konvenon një mandat i dytë për presidenten aktuale Vjosa Osmani. Këto komente ai bëri gjatë një paraqitjeje në emisionin Pressing. Sipas Spahiut, zhvillimet e fundit brenda LDK-s dhe fitoria e Abdigjikut në kuvendin e partisë kanë rritur ndjeshëm pozicionin e tij politik dhe mundësit për të synuar postin e presidentit. Ai theksoi se dinamika politike dhe raportet ndërmjet figurave kryesore në skenën politike mund të ndikojnë drejt për drejt në zgjedhjen e kreut të shtetit. Mendoi se pas fitores së Lumir Abdigjikut në kuvendin e LDK-s, gjasat më të mëdha për të zgjedhur president i ka Lumiri, tha Spahiu. Ai shtoi se situata politike brenda pushtetit aktuale bën më pak të mundshme që Vjosa Osmani të vazhdojë edhe për një mandat tjetër në postin e kryetares së shtetit. Sipas tij, raportet politike dhe interesat e pushtetit janë faktorë të rëndësishëm që do të ndikojnë në këtë çështje. Albin Kurtit nuk i konvenon Vjosa Osmani, u shpreh Spahiu, duke lënë të kuptohet se mbështetja politike për një mandat të dytë të saj mund të mos jetë e njëjtë si më parë. Analisti theksoi më tej se nëse Osmani do të siguronte një mandat të dytë, pozita e saj në raport me kryeministrin mund të ndryshonte, duke qenë se pas përfundimit të mandatit presidencial, ajo do të kishte mundësinë të rikthehej më aktive në politikën partijake. Ajo e ka mandatin e dytë edhe me u marrë me politik pas mandatit të dytë. Ajo gjatë mandatit presidencial duhet me i qepu Kurtit, deklaroi Spahiu, duke sugjeruar se kjo mund të krijonte tensione politike dhe kalkulime të reja brenda skenës politike në Kosovë. Komentet e tij vinë në një kohë kur diskutimet për emrin e presidentit të ri kanë filluar të përmenden gjithnjë më shpesh në debatet publike dhe mediatike, duke qenë se 4 marsi është afati i fundit. Megjithëse zgjedhja e presidentit mbetet një proces që kërkon konsensus të gjerë politik, deklaratat e analistëve dhe zhvillimet brenda partive shpesh shihen si indikator të errshëm të prirjeve dhe strategjive që mund të ndiqen në të ardhmen.